mua më vret. Shiko, Nuk më ka mbrojtë kjo pjesa unë mund ta asnjëherë. kuptoj dhe Selinin, sepse mund tjetë realisht edhe në vështërsia jo. Por unë mendoj që Selin është Gimbo një herë e ka sikur me ja pasdan me shkusi. Ke parasysh kur t'i japi një burr me shkusi, ke për ta majt aty, falë për shprenz di si ta them tani, po Gimbo është një djalë që për kujdeset për Selin, bravo i qoftë, për kujdeset, është gati aty, i jep një energji, sepse tani nuk mund krahasojmë qëndrimin që ma një burr si puna jote, në tavolin, ose në loj me qëndrimin e Gimbos. Gimbo është fiksi kur ka thënë ajo, ha, hi, ho. Do me thënë më mirë se ka përshkru, ha, hi, hi, ho, e din ajo se ka përshkru, po e ka përshkru me këtë fjalë. E ke parë tani këto momente që është një qikë unë nuk shoh për ty, unë besoj që ajo ka pëlqim. Jo, me Gimbo, nuk e pa që është një qikë shu si jo, aq e dhëmë, fare, ajo nuk është fare e knaqur. Ato as puthje s'kanë shkën dy, që pak të se kemi pa. Po ti t'kesh një ndjenjë, një vajzë 23 vjeqe, t'ket një ndjenjë, ose ti pëlqej dhe fizikisht, okej? Ty t'pëlqen fizikisht një djalë, ti futesh poshtë qarqafit e puth. Jam do të do një shembull, gjësë duhet me t'pa kamera, futesh poshtë qarqafit edhe puth. Po japi shembull, unë nuk do ta bëja. Pasi si ka ardhur vëlla gjëja për ta bërë. Po si ti përqafosh me një djalë, you need a hug, drona këte janë dej, edhe ty s'vjen me putha djalë, nuk i pëlqen Selinit djemë të ri, ta garantoj unë 1000%. Fare, se Selin do e s'do është një vajzë e pjekur për moshën e saj, por është një vajzë që është shumë vështërsi. Po pse shkoj tek ai? Është shpëtimi i momentit, ajo s'kaloj me Gimbon, harro